Zyrtarë vendorë në bashkitë Gramësh, Lushnjë dhe Divjak janë viktima, por njëherazi edhe të përfshirë në skemën e mashtrimit online të platformës Zuex. Një nga viktimat e piramidave online rezulton të jetë drejtoresha e shërbimeve sociale pranë bashkisë Gramësh, e cila ju rrëfehu hetuesve se për platformën Zuex ra në dieni nga kolegët e punës dhe se fillimisht investoi 1.000 euro. Në këtë platformë, zyrtarja thotë se ftoi edhe familjarët e saj, bashkëshortin, motrën, djalin e Xhaxhait dhe kunatin. Edhe Sajmi Xh, një qytetar nga Gramshi, deklaroi se për të investuar online e orientoi motra e tij dhe më pas ai po ashtu ftoi të afërmit dhe miqtë e tij të bashkoheshin me Zuex. Brunida Todi, punojse në sektorin e turizmit në bashkinë Divjak, e cila u arrestua nga policia si pjesë e skemës mashtruese, tha se platformën Zuex e gjeti në Facebook dhe aty ka klikuar dhe është regjistruar. Pasi jam regjistruar, administratori e kësaj platforme, e cila quhet Johana, më ka ftuar te grupi sinjaleve dhe më ftoi që të kontaktoja me Leo Smith, i cili para se të jepte sinjalin bante leksion edukimi financiar, pasi ky ishte një bot kriptovalute e re për investitorët. Investimin e kam kryer nëpërmjet llogarisë bankare dhe unë e kam në bank, thot zyrtarja. Gruaja më pas ftoi në platformë edhe vjerrën si dhe mikeshat e saj për të cilat nuk ka dieni nëse kanë investuar. Policia ka marrë dëshmitë e 10 të mashtruarve të cilët kanë theksuar se e mendonin si një gjë të ligjshme dhe u bën pjesë e platformës me qëllim që të fitonin para. 6 të arrestuarit pritet të dalin përmas sigurie para gjykatës së Fierit, ndërsa çifti i bashkëshortëve që dyshohet për organizimin e skemës mashtruese vijon të jetë në arrati. Nga hetimet rezulton se prej mashtrimit kanë rënë 580 qytetarë, të cilët kanë investuar nga $1 deri në $5.000.